Radhën e kaluar, siç unë u thash, ne folëm për alergjin, thamë rrënjët e alergjisë, për alergjin sezonale, thamë edhe një vaksinë natyrore për pjesën e alergjisë. Dhe ne sot do të përmendim pak, siç edhe ju e keni dëgjuar, që vaj fare së zezë bën mirë këtu, vaj fare së zezë bën mirë atje, vaj fare së zezë bën mirë për këtë, për atë, vaj fare së zezë është efektiv për kundrejt qelizave kancerogjene, vaj fare së zezë është efektiv për kundrejt tumoreve, neoplazive, metaplazive, me kujdes. Miq të dashur, me kujdes. Vaj fare së zezë po shitet dhe te kraftet e marketit ose kudo. Përpara se ju ta përdorni për përdorime mjekësore, sidomos për trajtimin e kancerit, duhet të konsultojni domosdoshmërisht me mjekun tuaj dhe me personelin më të afërt shëndetësor dhe me profesionistin tuaj më të besuar. Mos e përdorni duke parë një produkt në internet dhe duke thënë se ky shërben për këtë produkt, ky shërben për këtë qelizë, ky shërben për të trajtuar kancerin e zorës trash. Absolutisht jo. Madje edhe këto problematika shëndetësore, siç janë adenokarcinomat, karcinomat, siç janë ulçrat, siç janë problemet serioze shëndetësore, mos i përdorni pa u konsultuar me mjekun tuaj, me profesionistin tuaj më të besuar shëndetësor dhe me profesionistin tuaj më të besuar të mjekësisë. Pra, me kujdes përsa i përket përdorimit të këtyre produkteve, të cilat thonë, trajtojmë këtë, trajtojmë atë, trajtojmë këtë. Përpara se të konsultojeni gjithnjë me profesionistin tuaj shëndetësor. Kalojmë tek emisioni i sotëm. Dhe pikërisht unë për këtë do të flas. Ju deri më sot keni dëgjuar vetëm për përfitimet e vajit farës së zezë. Pra, shikoni një person që është shtyp në moment dhe përdoren. Dhe përdorni. Patjetër që ka benefite, patjetër që ka përfitime shëndetësore. Por do flasim si gjithnjë mbi parimet e vërteta dhe mbi rrënjët e vërteta të fiziologjisë ose të patofiziologjisë. Pra mbi rrënjët e vërteta duke marrë shkas dhe nga studimet e ndryshme. Ju deri më sot keni dëgjuar që vaj fare së zezë shërben për shumë problematika, por në fakt unë dua të ndalem dhe tek farat e zeza. Dhe unë jam më shumë pro që të përdoren farat e zeza dhe t'i kombinoni këto me ushqimet ndryshme, me kosin, me boronicën, ose t'i kombinoni dhe në sallatrat. Fara e zezë çfarë përfitimesh në trup ka? Atër fara e zezë, më dëgjoni me kujdes, jo vaj farës e zezë që blihet do si do. Nëse keni nga një burim i besueshëm, nëse keni marrë nga një burim të besueshëm, dhe që thot, madje dhe unë pacientëve të mi u a them, dhe më ka rënë goja pas veshit, ose më ka rënë goja në pjesën e dyshemes, që duhet ketë timokinon, që duhet ketë timohidrokinon, po nuk pati timokinon, po nuk lexoi farës e zezë, timohidrokinon nuk vlen. Nëse e thot atë fjalën, patjetër që ka vlefshmëri produkti. Por nëse nuk e thot atë fjalë, nuk ka vlerë. Dhe përqindja e flavonoidëve, antioksidantëve, polifenolëve, antocianinëve, acideve fenolike, acideve ose komponentëve biologjik dhe komponentëve bionaturor është shumë e varfër. Prandaj lexoni etiketën e cila të thot timokinon. Dhe ndonse këtu në Shqipëri nuk mund të gjenet ashtu, unë më së shumti u a them që ta përdorni si farë. Pra fara e zezë, ta kombinoni me sallatën, ta kombinoni në gatime të ndryshme, ta kombinoni me kosin, ta kombinoni me boronicat, ta kombinoni me lule shtrydhen, ta kombinoni me manaferat, pra ta kombinoni dhe me ushqime të tjera. Fara e zezë çfarë është? Kjo është fara e zezë. Dhe fara e zezë është gjithë problematikat ose zgjidh me të vërtet problemin e alergjisë, pra të alergjisë tinore. Çfarë përmban fara e zezë? Përmban metilfenilpentanamid, metilfenilheksanamidin, oktilacetatin, bornilacetatin, eugenoli, karvakroli, mirtenoli, oktilacetati dhe bornilacetati janë mjaft efektiv në pjesën e trajtimit të alergjisë dhe të migrenës. Farat e zeza janë tepër efektive në trajtimin e alergjisë dhe të migrenës, sepse reduktojnë metabolitet inflamator dhe substanca toksike, oktilacetat, bornilacetat, eugenolët. Këtu kemi pjesën e, do shkojmë pak të imazhi më para, që thoshte për farën e zezë, hepatoprotektiv, kardioprotektiv, renoprotektiv dhe mbron qelizën. Pra ja ku i kemi. Fara e zezë, edhe njëherë tjetër, është antikancerogjene, madje farat e zeza nëse kombinohen me vajin e farave të lirit,
me vajin e farave të susamit janë dhe tregojnë një efekt tepër të shëndetshëm për artritin. Nëse keni probleme me artritin, filloni që të përdorni farat e zeza. Për adultët, doza e kërkuar ose doza e këshilluar është nga 1 lugë kafe deri në 1 lugë çaj. Pra, pacientët që kanë probleme me artritin ose me artikulacionet, artrit është inflamacion tek pjesa e nyjeve kockore ose tek pjesa e hapësirës artikulare, ku mund të zhvillohen dhe osteofitet, ku mund të zhvillohen dhe artrite psoriatike dhe ku mund të zhvillohen artrite psoriatike. Pra, janë të ndryshme artritet, artrit juvenil, artrit primar, sekondar, psoriatrik dhe me kujdes. Këtu në për këto hapësirat artikulare ose kockore zhvillohen dhe disa osteofite, ku këtu mund të bëhen dhe tepër të dhimbshëm. Dhe përdorimi i farave të zeza, nëse kombinohen me farat e lirit, nëse kombinohen me farat e susamit, janë shumë të vlefshme në përmirësimin e simptomave të artritit ose të dhimbjeve kockore, nëse kombinohen me pak mjalt, nëse kombinohen me vajin e ullirit, pra 1 lugë kafe me 1 lugë kafe me farat e zeza dhe 1 lugë kafe ose çaj me vajin e ullirit është mjaft efektiv. 1 lugë kafe me farat e zeza i përzir ose i holluar në gjysmë gote me ujë, i përdorur 2 herë në ditë është përsëri mjaft efektiv dhe ndihmon simptomat e luftimit të artritit ose ndihmon problematikat sepse stabilizon membranat qelizore, redukton kinazën e aktivizuar nga mitogjeni, kinaza aktivizuar nga receptorët e interleukinës, aktivatori modulatori nuklear faktor KB, proteina nuklear faktor KB. Këto i redukton, i stabilizon, krijon një raport të përqendrueshëm të këtyre proteinave. Pra farat e zeza janë përkundrejt artritit, mbrojnë mëlçin, ka dhe shumë studime që farat e zeza, nëse kombinohen dhe me uthullën e mollës, nga 1 lugë kafe në mëngjes dhe nga 1 lugë kafe në drekë, mbrojnë mëlçin. Pra farat e zeza kanë efekte përmirësues dhe në indin e mëlçisë, reduktojnë proliferimin mezenkimal. Pra mëlçia është ndërtuar nga stroma dhe nga parenkima. Stroma është pjesa jashtme, ndërsa parenkima është pjesa e brendshme dhe janë celulat hepatike. Mbron mjaft shumë dhe ato qelizat të cilat quhen makrofag, monocitet, madje mëlçia është një laborator biokimik, mëlçia është laborator biologjik, mëlçia është laborator kryesor i trupit njeriut që transporton, dërgon, magazinon, kryen disa funksione të rëndësishme, madje mëlçia prodhon dhe antioksidant. Një antioksidant tepër të rëndësishëm që quhet glutation, që glutationi shërben për të pastruar, për të reduktuar radikalet e lira të cilat grumbullohen në qelizë. Pra, arat ose më saktë farat e zeza, nëse përdoren nga 1 lugë kafe në mëngjes dhe në drekë, me pak uthullmolle, me të vërtetë ndihmojnë dhe mëlçin. Nëse nuk doni me uthullmolle, mund t'i përdorni të holluara në 1 gotë me ujë. Pra këtu kemi 2 përdorime për artritin dhe për mëlçin. Për dhjamosjen e mëlçisë ose për mëlçin të dhjamosur me shkaqe alkolike. Pra për adultët ka një dozë të caktuar të këshilluar. 1 lugë kafe deri në 1 lugë çaj. Pra farat e zeza e keni fjalën. Jo vajin e farës së zezë. Vajin e farës së zezë u thash në fillim të emisionit se si duhet gjetur. Dhe duhet thot etiketën e timokinonit ose timohidrokinon. Dhe duhet të ketë nivelet larta të antioksidantëve ose të këtij polifenoli që unë përmenda. Pra mbron veshkën, mbron mëlçin dhe është për tepër efektiv për të zgjidhur alergjinë, sepse përmban fal këtyre antocianinave që ka, fal këtyre acideve fenolike që ka. Farat e zeza stabilizojnë membranat qelizore, membranat e qelizës ose stabilizojnë dhe forcojnë fosfolipidet, reduktojnë dhe histaminën. Farat e zeza janë tepër të shëndetshme dhe për shëndetin e zemrës. Pra ashtu siç farat e zeza ishin efektive përkundrejt artritit, alergjisë, mëlçisë së zmadhuar ose të dhjamosur, farat e zeza njëkohësisht janë të shëndetshme dhe për shëndetin e zemrës, për oksigjenimin tek enët e zemrës, për oksigjenimin tek vazat e gjakut në zemër. Madje, kujdes, do thoni ju, po mirë, na qenë kërka efektive.
por cilët pacient ose cilët njerëz nuk duhet ta përdorin. Tani më dëgjoni me kujdes. Si çdo produkt shëndetësor ka të mirat dhe të këqijat e tij, patjetër që ka dhe raste që nuk duhet përdorur. Siç edhe ju i shikoni reklamat në internet, merret për këtë, për atë, për këtë, por nuk u thonë që dale me kujdes përpara se ta përdorni atë, konsultoheni një herë me një profesionist të duhur bimor. Farat e zeza nuk duhen përdorur ose duhen përdorur me një dozë të caktuar dhe në konsultim dhe në këshillimin e duar dhe në këshillimin e dur me një profesionist në rastet kur keni një tension të ulur arterial, në rastet kur keni një anemi, kryesisht nënat shtatzën nuk duhet ta përdorin pa u konsultuar me profesionistin e dur shëndetësor. Pra nënat shtatzën, persona të cilët kanë hipoglicemi, ulje të nivelit të sheqerit në gjak, ulje të nivelit të tensionit arterial, persona të cilët përdorin dhe antikoagulant,